I vranë shokun e skuadrës pak ditë më parë ish sulmuesi Cityt dhe Interit mbyll karrierën. Nuk dua të dëgjoj më për futbollin. Ngjarja e rënë në Ekuador ku u vran një atentat në mes të rrugës futbollisti Mario Pineda ka tronditur opinionin sportiv në këtë vend dhe jo vetëm. Të gjithë futbollistët e Barcelona Guayaquil klubit ku bënte pjesë lojtari 33 vjeçar janë duke menduar largimin pas kësaj ngjarje në të cilën mbeti e vrarë edhe gruaja e tij. Një prej tyre është edhe një emër i njohur në futbollin evropian, sulmuesi Felipe Caicedo. Lojtari 37 vjeçar i lindur dhe rritur në Guayaquil mendonte se do të kalonte disa vite në klubin e qytetit të tij, por kjo ngjarje ka bërë që ish futbollisti klubeve me emër si Manchester City, Sporting, Lazio e Inter të vendosë mbylljen e karrierës. Gjëja më e mundshme është që të tërhiqem, nuk mendoj të vazhdoj më. Vdekja e Mario Pineda më ka ndikuar thellësisht dhe nuk dua të di më asgjë për futbollin. Nuk do të qëndroj më në këtë klub. Kur vendosa të vija, mendova me zemër dhe jo me kokë. Nëse do të mendoja me kokë, padyshim që nuk do vija, tha futbollisti duke zbuluar vendimin e tij.